për TikTokun nuk është se jam kundër, e kupton, sepse në TikTok për shembull mund të gjesh shumë në industrinë e modelingut shumë goca ose shumë çuna të cilët janë të pashëm edhe nxjerrin video super edhe mund t'i kontaktosh edhe t'i gjesh nga kjo nëse bën scouting e zën për modeling. Mund të gjesh gjithashtu njerëz të cilët kanë një zë fantastik edhe kanë krijimet e tyre në këto rrjete sociale pasi nuk kanë mundësi që t'i shpërndajnë në mediat televizive. Por aspekti që unë shikoj të gabuar është fakti që dalin 3-4 njerëz edhe bëjnë rolin e zëm të gazetarit duke dhënë opinione, duke dhënë informacione dhe kam frikë se do i lënë këta gazetarët e tjerë të cilët kanë bërë një mal me shkollë pa punë, sepse media do jap dhe po i jep dhe hapësirë më shumë këtyre njerëzve. Kështu që në këtë aspekt nuk e ndihmon për shembull gazetarin, nuk e ndihmon showbizin fakti që ti poston aty foto nga familja jote duke bërë me gruan për shembull video të bukura, video që normalisht content për të parë janë, okay, janë shumë të bukura, por nuk mund t'i ftosh ti në për panele edhe t'i trajtosh për tema politike, tema sociale, t'i pyesësh të marrin pjesë për shembull në çdo format të ndryshëm. E kupton, unë mendoj që duhet filtruar shumë aspekti i marrjes së njerëzve në për intervista, në për panele të ndryshme, sepse